Ju Sulejmani alayhi selam të madhi zot mirë pushtet që zot aketa askush I erdhi përgjigja po Sulejman e ke. Rallën e rrallës nga Elvis Nashi. Dhe ju hapën në prallën e njerëzit I kishte janë nështroi gjithë gjindet. Janë nështroi me kafshët, me shpendët, me insektet, me çdo gjë. Derisa filloi profeti I madh I sundusit gjithësisë, profeti I madh Sulejmani I merrte popujt e ndryshëm dhe I fuste në feshën fejt. Nga ato është populli I Belkisës e cila kur erdhi tha është profet, tha profeta jam vetu për Sulejman, tha profeta jam vetu po shkoj pa e vizitoj kur ja tregoi madhështinë e fuqisë pushtetit që I kishte dhënë I madhi Zot fuqiplot, kur I tregoi pastaj edhe pallatin Hawarir ishte gjithë priqelçi dhe ishte si e të I dukshme dhe poshtë kishte ujvara, kur hyri Belkisa në këtë pallat, ngreti rrobën e saj se kujtoi se po shkon direkt në ujë, tha jo, ky është qelçi I mrekullueshëm, uji është poshtë, nuk lagesh ti se I madhi Zot tham ka dhënë pushtet që nuk e ka askush. Tha inni aslamtu ma Sulejman lillahi rabbil alamin. Tha I dorëzohem çastun me Sulejmanin sundusit madh gjithësisë. Kjo ishte qëllimi. Do fuçin popujt një nga një, ja nështroi I madhi Zot me gjin. I nështroi erën, thot Zoti në Kur'an ja nështrova atë udhimi që u bënte për I muje bënte për I ditë. Si avionet që janë sot. I dha I madhi Zoti pushtet absolut në të gjitha dimensionet. Herë duke ecur Dëgjoni tash. Me ushtrinë e vet jashtëzakonshme që kishte për njerëzve, për gjindve, për kafshë, për shpendë me radhë. Duke ecur kështu I kishte dhënë mundësi ti njifte gjuhët e kafshës, shpendet, insektet, çdo gjë. Duke lëviz në një lugin, por kur lëvizë u trondi se vendi aty nga fuqia e madhe ushtrisë që kishte. Ç'a ndodhi jep Kurani I shej. Jep fakt ato që e kanë zbuluar sot kanë marrë çmim të madh. Ky çmim I takon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kanë marrë. Ai nuk e ka dashur dhe nuk e diskuton. Tha Zotin Kur'an, çisa bukur. Tha Khalet nemletu janë nemlu. Disa miringona kishin ndërtu ato sot, këto që I kanë studiu botën e miringonave thojnë poshtë nën tokë kanë ato hotelet. 5 yje I kanë ato. Poshtë nën tokë miringonat kanë I botë veten, I kanë si 5 yje ato vendet. Një nga, si me thonë e para e tyre I flet thot Zotin Kur'an miringonave tjera dhe I thot la yahtimannakum Sulejmanu junuduhu wa hum la yash'urun. Tha hapuni, ruani, futuni në hotelet e juja poshtë, sepse po kalon ushtria e të fuqishmit Sulejman bashkë me ushtrinë e tij është ai dhe duke mos ju hetuar juve mund t'ju shtypin, t'ju shkelin dhe t'ju ngordin. Tani a ka këtu është I mrekulli e madhe, vetëm ky ajet ka urtësi pafund. Urtësia e parë është që sot janë zbuluar këto hotelet poshtë që I kanë ato vendbanimet e tyre po si hotele me 5 yje sot që I kemi në njerëzit. Wow! E dëgjuat vëllezër e motra. E dëgjuat. Nëse doni me shkua diku në pushime, gjeni vendit ku et miligonat e shkonin hotelet e